Ne I kemi ofruar në shkrimet për zonjën Osmani. E thatë disa herë, po ideja është nëse do të dilni në këto dy. Çka është e rëndësishme? A e keni kërkuar vetëm sa del se ta bëj atë si bie rregullin e kuvendit që të kenë dy kandidat apo e keni Jo thatë që ne kemi kandiduar zotin Konjuf sa politik. Ne kemi personin që s'po diskutojmë. Tani është dhe zoja Fatmire Mullhaxha Kolçaku, e cila është një deputete e jashtëzakonshme e Republikës Kosovë, mbi gjitha ka mbajt një numër të posteve me rana lëvizjes së Konjuf, sa është e vërtet ka shansa që I merr votat. Shiko, bën dy kandidat është vullneti deputetit të Republikës Kosovës, është votë mbyllur. Përderisa po jap qendrimin çaq me të vërtetë sikur për me apo do të bëjë veç për shtata kësaj që tha zonja Gashi. Shiko, është vullneti deputetit, nuk mund të ndoshta zonja Gashi do votonte për zonën Kolçaku, kur që duhet me qenë dy kandidat. Vullneti secili deputet. Unë nuk mendoj që I takon grupacionit politik, është vullneti secili deputet. Për shembull isha duke menduar do ta votonit zotin Konjus apo zotin Osmani. Është vullneti imi në kutinë e votimit në Kuvendin e Republikës. Bën jetë kjo publike kështu? Shiko, ne ja kemi ofruar presidentës Osmani numra. Se lat pra dhe opozita të propozoj kandidatë pastaj let jo. Ja kemi ofruar. Ju I thas nuk do na I dashur me emrat. Na I dashur me emrat, pra pas karenci emri. Pas karenci emri jo vullneti deputetëve për kutit votime. Patjetër që ka rëndësi emri, si s'ka rëndësi emri. Atëherë pra pse po unë mendoj që është grupi parlamentar vendos komplet zoja Gashi, nuk mendoj që ju mundeni me jemi pjesë e rregullave të një grupi caktuar, po normalisht nuk mundesh me thonë se po e votoj, unë besoj që unë di që ka dhe deputet në grupacionin e vetvendosjes që ndoshta nuk do të votonin zonjën Osmani. Ka deputet dhe ka nuk mund të jetë një personi që është me për këtë arsye edhe nuk u propozu. Po pse mendon ju që nuk pa çaq përkrahje nga ana e VV-s apo zotit kryeministër? Nuk e di një moment të vetëm që lëvizja